A kanë konkurent këtë verë Lumi e Ledri? A është në lidhje Sam? 60 sekondat rezervohen për Kanitën, Bimbima ja qet pikën, cilat janë të rejat në karrierën e vëllezërit Mzio. Gjakova me një tjetër klubnate unik, a do të bëhet me djalë apo vajzë Genta Cana. Mirë mbrëma të dashur me emisionit prive, mirë se po takohemi edhe këtë shtunë. Mbrëmjen e sonte nisim me një material i cili ka të bëjë me dyshën e famshme Ledri Vula dhe Lumi Bit, të cilët sapo na kanë sjellur bashkëpunimin e tyre shumë të pëlqyeshëm Kes. Ata do të vinë sonte me një performancë në njërin prej klubeve të kryeqytetit, ku do të na shpalosin edhe më shumë detaje se a do të sjellin edhe ndonjë projekt bashkë apo edhe ndonjë këngë damas. Për detaje më të hollësishme rreth Ledrit dhe Lumit, e ndjekim bashkë materialin e parë për mbrëmjen e sotme. Ka pak dhe që është publikua një prej bashkëpunimeve më të mira të kësaj vere, Kes. Kjo këngë është kthyer me një herë në një refren që e dëgjon kudo. E madje kur shfaqen postera që Ledri dhe Lumi do të performojnë, interesimi është jashtëzakonisht i madh. Njëjtë sikur se ndodhi këtë të mërkur në Zone Club. Me puthje e nesën dyshja e njohur sezonin e nxehtë. Dashnia ja nis me puthje, kështu që vera e ka nis me dashni. është e verës, Kiskisi është i verës. Po, është ajo konga e Tarkonit. Oj, në marë që ka dëmë. Me qenë se ka nis me puthje, kurioz jemi të dim se me çka do e përfundojnë këtë verë Ledri e Lumi. Kena mja nis me puthje me qa përfundojmë si dia. Ky krijimi Big Bangut po do artokitet gjithandej, ku po këndohet e një ndodhi edhe këtë javë në kryeqytet. E kena knu në Zvicër, në Albafest që jena kune, kanë prit te për mirë, të këshyrim sonë të në zonë. Besoj që ju ka pëlqy, me kanë kom najti ka pëlqy. Deshe mund të themi se Kes është një nga pretendentët kryesor të rëmbej titullin e hitit të kësaj vere. Masë njes po thonë që ashtu. Kë ka gjirime nesër, unë kom gjirime nesër, se di. Kur është një këngë goxha e suksesshme, artistët bëhen një dhe për koncerte, por në këtë rast nuk do të jetë e tillë. Në do vene kena me konë bashkë, do vene vetë, atin, po keq varet për verës, varet për veneve, ama në disa vene kena me konë bashkë. Kur jemi te koncertet, u tha se Ledri Vula këtë vit pauzon nga këto, por me sa po shohim një gjë e tillë nuk do ndodhë, e madje ai do të jetë akoma më shumë aktiv në këto evente. Nuk moj me pauzu më lënë gjaku qëto, veç kom pas nevoj pak për një pauzë shkurt edhe për që ato kom bo shumë kongë edhe po pres mi lansu. E kur e di që e ke hitin e verës në dorë, pyetja që lind natyrshëm është sa shohin apo jo konkurrencë në sezonën më produktive të vitit. Që ashtu që është po pyti, gjithë kom qef me konë maj mirë, ma fresh, ma ndryshe se verën e kalume që jëmë konë. Një verë mundet me shku ma mirë, një verë mundet me shku ma keq, po unë gjithë mënona me mujtë vetën. Nuk e këshyri që ashtu që po adin a kena konkurencë vjetë, mënona me mujtë vetën, adin vjeti kom pas disa kongë tjera me energji tjetër, si vjetë kom këshyri mi pru me tjetër energji, ma të shpejta, vjeti kom pas ma të kadalshme, adin vitin e tjetër nuk e di qa bëj, adin qështë është mënyra që shpënoj, gjithmonë këshyri qa s'këm për me pru, qa mungën në show, qa ashtu. Qëta vëdu me thonë, na nuk e këshyrim qa bo, një hajtë të bojmë. Ne e këshyrim vetë që e na të bo, edhe ka arë koha me ndru do sene, ka arë koha me bo një kongë bashkë. Na i ndrojna për fansat tonë, për publik tonin, apo kupten, nuk e ndrojna pse konkurenca ajo kjo. Na jena të punu për veti, vla. Bugatti. Por Kes nuk do tjetë projekti i fundit për këtë verë. Të dy artistët kanë këngët e reja gati. Lumi vjen në bashkëpunim me një nga artistët më të njohura shqiptare. Po, e ka. Deksa Ledri pas bashkëpunimit ka menduar të vi vetëm. Haqe ka larë së Për pak ditën që edhe një kongë. Vet, një kongë vet. Solo. Por as këto nuk janë të fundit për verën 2019. Bateritë janë karikuar e produksionet të reja publikohen shpejt. S'kena më nëllë me qatë. S'mujna me najtë ullë, energi.
Deri atëherë, dyshja e famshme ju fton të kërceni e ta shijoni energjinë pozitive që rrezaton kënga Kiss Kiss. Mbetemi akoma tek gjinia mashkullore dhe tek reperët, mirë po, ndrojmë lokacion kësaj radhe, Prive ka shkuar në Teto për të realizuar një storje me njërin prej reperave më të kërkuar atje, Sam. Ai do na flet më shumë për albumin e tij të fundit, a është në lidhje, gjithashtu edhe për disat. Për më shumë rreth reperit Sam, e ndjekim storjen në vazhdim. Nuk ka shumë kohë që ka debutuar në tregun muzikor shqiptar, por nuk ju deshën shumë vite që të kthehet në një nga më të kërkuarit reper shqiptar, e të bëhet ikone e rapit shqip në Maqedoninë e Veriut. Këtë gjë ka vulosur edhe me albumin e tij, Japa e Legjendës, ku çdo ditë ka publikuar nga një këngë të cilat janë pëlqyer nga dëgjuesit e muzikës së Sam. Deri tash ecin shumë mirë, janë të ecë shumë mirë, unë jam happy me komplet projektin, me këtë punën që kom bo, që e kena bo me ekip. Do me thonë mirë, për mu është të ecë mirë, shka shtryt e tjerëve së di. Përmes këtij albumi, reperi rikthe momentet e ngjitjes në karrierë, duke u larguar pjesës komerciale e duke treguar origjinalitetin në muzikën që bën. Nuk kom dosh me thonë Ajsan, po kom dosh me pru qatë vibin e Medelinës, do me thonë kom dosh me pru atë semin e vërtet, që shkom hynë trege, që shkom guë, që shkom njoft, do me thonë me qatë stil kom dosh, do me thonë prap me këthy qatë vibe. Edhe se dy qysh kom bo 2-3 kongë, kom erë se sene, edhe dy qysh njerëzit me nëshin që kom ndru, ose në sen, vëq dashta me vakujtu se unë jam prap qaj njëti. Të bësh 7 këngë e 7 klipe në kohë rekord nuk ka qenë dha që lehtë, e madje pjesa vizuale është realizuar për të 7 produksionet brenda 3 ditëve. O kone fështirë, po dyqysh mendimen e ketëve, shëshnistam, mendimen e gjimës, e nisit, çdo kush që ka punu, do me thonë e kena kry. Për miqit ditë për ditë së kom pele, nuk u konë diçka e madhe se veç se i kena pas gati mo. Unë i kom pas konë gati para një vjeti me thonë. Por në këtë mes, ajo çfarë kemi nuhatur ka qenë mungesa e mbështetjes së albumit të Sam nga kolegët e tij në Kosovë e Shqipëri. Support prej artistave s'kom pas. As se kom këshyr, dyqysh unë për vete e di se ja kom bo se cilët, do me thonë për vete unë e va kom bo çdo kujt, ata që kam bo, ne ta mojnë ata. Se di, s'kom pas asë një support për artista, po s'ka lidhje, nuk ndalë sen. Jo vetëm që nuk e kanë mbështetur, por Samin janë munduar edhe ta bllokojnë, sidomos në pjesën e koncerteve. Po, në fillim po, se unë pa me dal me Delina, do me thonë 12 muj para, kom qitë 12 kongë, çdo muj, më falë. Janë munu, po nuk më varet mo ka ndru koha, nuk më varet. Nuk më varet mo njerës, menoj nuk më varen mo menagerate, nuk më varet mo, do me thonë nuk i kitë dyrt e mshelta mo, a vedem. Qa që qëtë një kongë në internet, YouTube, dëdhes, edhe ka që t'i njërojnë artistat, ka që t'i njërojnë menagerat, do me thonë është interneti qëta shqelun rolin. Për menimin tem, në ashtë arruën e kom gabim, po për menimin tem, do me thonë që është të mos, ka që t'i njërojnë. Në raport me artistët e tjerë, Sam shpesh herë ka qenë adresi disave, por që ja ka kthyer në të njëjtën monedhë. Disat e mi e dina, vedin unë qa kom pas problem, kom pas me njerëz, va kom këty disat. E në luftën e muzikës, duke se Sam ka menduar të pauzoj të pjesa e disave, por deri në një moment. Njerë për njerë nuk ka me pas, se nuk ka askush që ka dalë ka folë. Kur dalin folin për mua, edhe unë dalë për njerë. Nëse më lonë kejtë rahat, a vetën s'kam punë me mua, edhe unë s'kam punë me askan. Po dyqysh e kom të obligumeve kur del fol në i kush, pa me mnjoft, pa me mdit, del fol keq, del në për intervista, thot kështu, normal edhe unë duhet me mrojt vetën, a vetën me dalë me fol opinionin tem. Me këto histori të albumit e përmbyll këtë cikël të karrierës repere, për të cilët projekte të radhës e një stil tërësisht ndryshe e pa dedikime ndaj kolegëve. Unë menoj që kanë me pas tjetër vibe. I kom një dy që a veden, një dy demo, besoj,
Qëto janë tjetër vibe, edhe na është qëtoj që si dihet, është të shumë, sash, e lëm kohës. Por ndryshe do të shfaqet edhe në koncerte. Reperi ka menduar që në datët që ka rezervuar të filloj të interpretoj live, një formë që shumë pak është e shprehur në diskografinë shqiptare. Po voj, ka kry, nisi me kohë i ka kry. E nisi ka kry me kohë datat, mirë jena otohec, edhe me koncerte mirë, kom me pru diçka tre, na shta një sen që se ka bos një shqiptar, kom me pru do sene, po s'po du me fol njerë se... Jon do sene, do sene live, do autotuna, do sene që hala shqiptarët nuk i kanë vunë përdorim në ashtë të thomë. Po s'pedi, po jena njerë nuk shtrime edhe s'muj me fol para se me, do më thonë, mu konë. Risit nuk janë veç në karrierë, të tilla ka edhe në jetën private të reperit. Është për folur për një lidhje të mundshme e përmes mikrofonit të prives, Sam e konfirmon që nuk është vetëm. Për sot s'muj me garantu kur gjo, ja lom kohës, ma mirë që ashko. Po shash kush o vetë sot dhe lak, sa njerës kena mbut. Kërkush të vetë. Tani është momenti që bashkë në vazhdim të ndjekim intervistën më të shkurtër të Prives apo intervistën 60 sekondshme ku për mbrëmjen e sonshme do t'i merrni përgjigjet e pyetjeve tona provokative nga këngëtarja simpatike Kanita. Se çfarë ka ajo për të na thënë, ndjekim bashkë në vazhdim. Përshëndetje, unë jam Kanita, kjo është intervista jam e 60 sekondshme për Prive. Cila është kënga më e mirë që ke? Don't let me go, ndoshta. Cilën këngë do të dëshiroje ta kishe kënduar? Pelo nero, curo bonita per pena. Rosalia. Cila është mania më e madhe që ke? Flokt, e gjata, Ku e kalon kohën më të madhe? shpe, definitivisht. Me kë ke bashkëpunim? Kam edhe këngë tjera cilat i kom përgadit, cilat i kom lënë edhe për bashkëpunime. Nuk e di alo, nuk jam të sigurta, kështu që s'guxoj me fol. Me kë nuk do të bëje kur bashkëpunim? Pse jo me kanë do të bëja? Nuk e kom mendu, nuk e di. E me kë do bëje? Ka plot, Dafina, Elvana, Ledri, MC Kresha, Lyrical Sun, plot. Cili është momenti më i sikletshëm që ke përjetuar? Ka plot momente të sikletshme, po ndoshta taket edhe fustanit e gjata janë momentet më të sikletshme për mua. A bën gabime? Po, A je dehur ndonjëherë? jo, nuk pi alkool. A ke qenë në lidhje ndonjëherë, por nuk e ka ditur askush? Pas pak, pas këngës me nënën e për nënën, çfarë do të sjellin vëllezërit Mzio? Metallic Club, një tjetër destinacion për t'u argëtuar në Gjakov. Pamje ekskluzive të kanaxherit të Nusës së Afrim Muqiqit.
Jemi rikthyer sërish bashkë me pjesën e dytë të emisionit prive dhe para se të vazhdojmë tutje me rubrikën Qitja pikën, një falenderim shkon për sponsorin e emisionit prive Fruti. E tani vjen në rubrikën tonë të përjapshme me ja qit pikën, Bim Bima. Muzika ime dhe unë, ma të mirë të sjena, po si na s'ka. Të qenurit artist dallon nga të qenurit interpretus. Shpërblimet e ndëshkimet e jetës sime janë krejt ato që më kanë bo kush jam sot. Më pengon që gjithmonë kena diçka për mua në ku. Rivaliteti në muzikë mes meje edhe artistave tjerë nuk ekziston, se jena dimensione tjera. Ishin ndryshe që nga paraqitja e tyre e parë. Vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, të paktën të duken ndryshe. E kam fjalën për vëllezërit Mziu, të cilët vinë sonte në prive për të na treguar më shumë detaje sa i përket projektit të tyre të fundit dedikuar nënës. Ku inspiruan, a mos vallë inspirimi i tyre erdh nga motrat Mustafa apo nga këngëtarja Shuriete Beluli. Për detaje më të rëndësishme dhe disa informata rreth familjes së tyre, e ndjekim materialin e përgatitur nga Florian Halili.
afër grevin ande. Kështu tani veç a hiekun këtina, te ti tjerën këtë këtina, edhe kështu që për 2-3 orë kejtë në rani kryna. Ngjyra kur hargjohet ngjyra e sëm pa ngjyrë se po me pritë vjen. Normalisht në familjen shqiptare vllai i vogël është më i llastuar se sa të tjerat. E edhe në këtë shtëpi i vogël ka diçka më ndryshe se 4 vëllezërit e tjerë. Mjekra është një lloj trendi i moment të cilët ka të bëjë me kulturë, është një mjekër e cila mirëmbahet, nuk është një mjekër kupetione dhe është trend botnor dhe ai që nuk e kupton trendin e mjekrës ma merr mendja që është pak më rapa me Familjes së tyre që ndoshta më herët nuk e keni ditur. 5 vëllezërit janë të martuar me 5 motra, që i bie se fëmijët e tyre mes vete janë edhe djem e vajza të Agjës e edhe të Tezës. Urime. Jem rrit me një sofer, jem rrit me një djep, veç prania jote, shpiz gjallije. Jem rrit me një sofer, jem rrit me një djep, veç prania jote, shpiz gjallije. Kosova çdo ditë më shumë po hapën vende ekskluzive dhe shumë të veçanta për jetën e natës. I fundit që u hap javën që po lëm pas në Gjakov është Metallic Club. Se çfarë atmosfere kishte atje dhe çfarë klubi është ky, na tregon në detaje më së miri materiali në vazhdim. Kosova është dalluar në rajon gjithmonë për jetën e natës dhe kënaqësitë që mbart më vete. E si e tillë po vazhdon duke ofruar gjithnjë kushte më të mira në këtë pjesë. Këtë e vërteton edhe klubi më i ri hapur në Gjakov me emrin Metallic Club të Enjtë Mbrëma. Para se të shohim atmosferën dhe gjithçka që ndodhi brenda natës, të ju njoftojmë një tur të shkurtër sa i përket asaj se çfarë ofron ky vend. Dikur kjo ndërtesë ishte një fabrikë, ndërsa sot është transformuar në një ndër objektet më të bukura në ofrimin e kënaqësisë. Në pjesën e jashtme të klubit, ju mund të shihni super arkitekturën me pishinë të madhe dhe ambiente të bukura relaksit të lidhura ngushtë me ngjyrat më të hapura dhe motivet më moderne të kohës. Ky ambient shërben edhe për ndajet organizuara gjatë ditës.
Dërsa me tu futur në ambientin e brendshëm, ju do të shihni komplet diçka tjetër që për qëllim kishte ruajtjen e gjendjes origjinale të objektit, por të modifikuar me kërkesat e klubit. Realisht me mundu mi rujt vjetrën, dhe të mund mi thot klasika apo atë madhështoren, se gjithçka ka dimenzion, është e 8 dimensionune, se ka qenë një fabrikë, kështu që jemi mundu, mes mi bo konkurencë, se kemi pas shumë vështirë mi bo këtë konkurencë, edhe nuk është qëllimi jonë mi bo konkurencë, realisht është mi shoqënu këto dy kohë, edhe jemi mundu që qatë dhe që kemi bo, me qenë industriale, po më konë industriale e dukshme e kësaj kohë, shihet që kemi përdor shumë gjyra, ku është e kundër dhe asaj që ka fabrika që është totalisht pa ngjyra, që në këtë rast nuk ka përshtatë edhe punës tonë që e bojmë si studio që jemi të njoftën për dashnin që kemi ndaj ngjyrave. Normalisht ndërtimi është pjesa kyçe për një biznes. Mirë po tjetra pjesë që zgjon interesim më të madh është menaxhimi dhe shërbimi që një biznes i tillë ofron për klientët e tyre. Veçacia brenda i ka kapacitet 3000 veta ashtu të shkrirë me ndaj tonë kështu. Me ata kanë gjitë edhe pjesën jashtë, edhe ja 2000, diku nja 5000 veta. Okej, komod. Vlen përmendet që pjesën e dytë vitit, do të thotë shtator, 10 orë do të organizojmë një festival me DJ shumë të mëdhaj, emna shumë të mëdhaj botënor, dhe do të jetë, mendoj unë, do të jetë festivali më i mirë që ka ekzistuar në herë në Kosovë, e pse jo edhe në rajon. Këtë kjo që përshohim është një fabrikë e cila ka qenë në lanën Vazdorës, edhe do më thonë për fatin e mirë që në mesin tonë kemi një shok tonin Adnan Krasniqi Cipi, i cili na mundëson edhe i cili na realizon dëshirat tona për me ardhur deri te kjo mrekulli që është bo. Kushtet që ofron ky klub i ri në këtë rajon janë super të arrira dhe me standardet më të larta në Europë. Hapësira me tavanet e larta, balkonet për pjesën VIP dhe banakat në secilin cep të klubit kanë për qëllim shërbimin sa më cilësor për të gjitha kërkesat e klientëve. Nashta që kërkesa është të madhe, të bazu e njerëz që adhurojnë nightlife-in, sin prezent, po ashtu mos harrojmë edhe PN, Rauvecin, Deçanin, Gjakovën mos ta përmendim, edhe pse jo me si pasi ka të tillë. Një hapësirë e veçantë për të ambient është pjesa mbrapa skenës ku për yjet që vinë të performojnë është krijuar një mini apartament me hyrje të veçantë. Pamje nga klubi, staf të ndar që shërbejnë në këtë pjesë e një ashtu dhe pjesën sanitare për yjet dhe stafin e tyre larg kontaktit me masën. Kjo pikërisht për t'ju ofruar komoditetin për gjatë punës së tyre. Pra çdo gjë në këtë ambient është e mirë menduar, kështu duke ofruar më të mirën për klientët e saj. Normalisht që për hapjen së lejmit të klubit çdo gjë ishte paramenduar deri në detajet më të mira. Të ftuar të shumtë ishin ata që zunë çdo hapësirë të këtij ambienti duke shijuar çdo detaj të mbrëmjes. Për kënaqësinë e të gjithëve, kishte të ftuar special me pikat e tyre që do të kënaqin mysafirët. Ndërsa tani ishte pika kulmore mbrëmjes ku anëtarët e Baba Stars, Geti, Mike dhe Onat do të ngjiteshin në skenë për të performuar hitet e tyre ndër vite. Por jo vetëm kjo mbrëmje mban emra të mëdhenj të skenës shqipe për gjatë sezonit veror në Metallic Club në Gjakov. Mirë të mundshëm shqiptar kosovar që i djegin krejt. Tu janë nis sonde domethënë pedeni fort mirë Baba Stars, Elvanën e kena shtunën. Është Yllimani, është Jon Pintat, Bruno, Gjiko, Ajna, Ledri Vula, është Azeti. Azet. Gjithë tjerë, që mos të harrojmë dikon, që me siguri kena me harru dikon. Po ja vlen përmenet që ketë ata cilët e meritojnë me performu këtu, kanë me performu këtu. Edhe besoj që kanë mundi
bashkë sikur në Berlin, bile edhe ma mirë. Ky klub gjendet në magjistralin Gjakov Prizren në kilometrin e parë dhe jo rastisht është vendosur që këtu të jetë. Kam e pas do më thonë edhe organizime ditës, po i natë koncentrun ma shumë natës. Po ndë njerë gjatë sezonës du të bojmë edhe në dishka ma kreative, na i barbecue, na i shkuma party, na i bikini party edhe ditën. Sonde do të performoj Elvana Gjata e nëse ju jeni të interesuar të delni dhe të kënaqeni, Metallic Club do të ofrojë atë që në shumë vende tjera s'mund ta gjeni. Dhe të dashur miq të emisionit prive, ishte kjo e tëra jo, nuk ishte kjo e tëra, na ka ngelur edhe rubrika e fundit për mbrëmjen e sotme, e cila gjithmonë ju sjell të pathënat e kësaj jave. Lajme të shkurtra dhe të reja për fytyrat tona publike. Çfarë ka ndodhur me ta? E kuptojmë bashkë në vazhdim. Dafina Zeqiri ka pak javë që ka publikua një bashkëpunim ndërkombëtar, Désolé por favor, që po klikohet goxha shumë në mediat online, por kjo nuk i ofron komoditetin e të mos sjell këngë të tjera. Këto ditë artistja e njohur ka xhiruar videoklipin e saj më të ri me produksionin Entermedia. Klipi është stacionuar në disa vende të Kosovës, e në të ajo do të shfaqet tullace, me veçe të Drenusha Xharës e Grem të Selmës. Kjo këngë vjen në bashkëpunim me një reper të njohur, por që dëshirojnë ta mbajnë për vete dhe për pak ditë. Muaj më parë ju informuam mbi dasmën e shtatzanin e prezantuesës më të njohur të sportit në Kosovë, Genta Cana. Moderatorja e njohur e cila po shijon javët e fundit të shtatzanisë gjatë këtyre ditëve ka zbuluar barkun ku përmes saj na tregon se shumë shpejt do të lindë. Por kurioz, ishim për gjinin deri tani. E konfirmuar është se fëmia i parë i Gentës është vajzë, teksa ka filluar përgatitjet për lindje. Moj Zogo është kënga e fundit që solli Fifi para disa javëve. Projekt ky me bazë nga muzika tradicionale, por tani artistja e njohur ka gati një tjetër produksion muzikor që mban titullin Indiane. Kënga është punuar në studion e 3 me Kledi Bahiten, tekst nga vet Fifi e teksta klipi po xhirohet në Tiranë me Shiva Pictures. Indiane do të publikohet me 15 korrik. E me njëherë pasaj, Fifi për prive tregoi se vjen me një super bashkëpunim, por emrin se me kë është bërë bashkë nuk e zbuloi. Para pak dite u përfol se klipi në Dërmi që ka xhiruar këngëtarja Soni Malaj vjen në duet me reperin e njohur kosovar Dyton. Por kjo nuk është e vërtetë. Prive ka kontaktuar me Dyton, i cili e ka mohuar se ka xhiruar videoklipin me Sonin. Kënga e radhës së Artonin mban titullin Çava dhe vjen solo e punuar në beat me Genca Abdylin e Donoksa e me muzikë e tekst të vet reperit. Edhe pse tani për tani Soni e Dyton nuk kanë ndonjë plan për duet, me sa duket këto aludime në të ardhmen mund të konkretizohen me bashkëpunim. Dasëm sonte ka në familjen e Afri Muqiqit. Këngëtari marton djalin e tij Albionin, i cili është po ashtu këngëtar. Ceremonia martësore nuk do të jetë gjigante që kemi mësuar të shohim nga fytyrat tona publike, por një event shumë i vogël, vetëm e familjar, që po zhvillohet në këto momente. Teksa disa sekuencë të dasmës do të shfaqen pas disa ditësh. Nesër çifti Albion dhe Albertina nisen për në Maldive në muajin e mjaltit. Mirë po për te kësaj, nusja i ka bërë traditat, e madje ka organizuar edhe kanal 6 me 30 qershor, ku aty u surprizua me këngë edhe nga Albioni, ndërsa prive ka siguruar disa imazhe ekskluzive të kanal 6 të Albertinës. Me Prive Klan Kosova ju mund të na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, prive.al, në Instagram, në Facebook, dhe gjithashtu me po të njëjtin emër keni edhe portalin që për çdo ditë, për çdo minutë ju sjell lajme të reja sa i përket artistëve tanë. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për ju sonte. Ne shihemi sërish bashkë javën që vjen në të njëjtin kohë dhe në të njëjtin vend. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.